Valet e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. E vërteta që mëson nuk duhet të ngelet tek ty. Ajo duhet të dalë nga ty për të shkuar tek dikush tjetër. Të dashur dëgjues, përshëndetje. Takohemi sot në emisionin Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. Perëndia nuk thot asnjëherë diçka që është e parëndësishme apo e pavlerë për t'u ndarë. Kur Zoti flet, është në të mirën tonë që të dëgjojmë me vëmendje në mënyrë që të kuptojmë udhëzimet e tij sakt edhe të komunikojmë ato me efektivitet. Por si mund të jeni të sigurt për atë çfarë ju thot Zoti? Cili është qëllimi i tij kur komunikon me ne? Perëndia flet gjithmonë drejt për drejt, qartë dhe me një qëllim të caktuar në mendje. Për të kuptuar se çfarë thot ai, së pari ne duhet të identifikojmë qëllimin e komunikimit të tij me ne. Në minutat në vazhdim, Dr. Stanley do të identifikojë qëllimin e Zotit sa herë që flet me ne. Ky mësim nga fjala e Perëndis mund të ndryshojë në mënyrë drastike reagimin tuaj ndaj Zotit sa herë që ai ju flet. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm. Sa herë që flet, Perëndia ka diçka të veçantë për të thënë. Ai nuk flet kurrë në përgjithësi. Ai nuk thot, ndoshta mendoj kështu. Ai gjithmonë ka diçka shumë specifike për të na thënë. Unë besoj se Zoti ka 3 qëllime në mend kur i flet gjithsecili prej nesh. Kjo do të thotë që ai ka diçka shumë specifike në mendje dhe jo gjëra të përgjithshme. Ai nuk i flet një grupi njerëzish. Ai flet gjithsecili prej nesh personalisht dhe individualisht. Le të mendojmë se cilat janë qëllimet e tij, sepse kjo do të na ndihmojë të dëgjojmë më ndryshe se më parë. Perëndia ka gjithmonë këto 3 qëllime në mendje kur flet për ne. Një nga qëllimet e tij kryesore është se Zoti na flet në mënyrë që ne të kuptojmë të vërtetën. Vetëm kur të jemi të aftë ta kapim atë të vërtetë, atëherë do të jemi në gjendje ta kuptojmë atë. Nëse dëgjojmë me synimin për ta marrë të vërtetën, atëherë do ta dëgjojmë me të vërtetë. Dhe ajo e vërtetë do të bëhet pjesë e mendimit ton dhe e stilit të jetës son. Nëse dua të kuptoj të vërtetën, nëse dua ta thith atë, atëherë do të më duhet të dëgjoj me kujdes. Le të diskutojmë 2 mënyrat se si dëgjojnë njerëzit. Së pari, ekzistojnë dëgjuesit pasiv. Dëgjuesi pasiv, qoftë në kish, në shtëpi, duke parë televizor apo duke dëgjuar radio, ka gjëra të tjera në mendje. Ata dëgjojnë sepse u pëlqen, argëtohen, i tërheq personin që flet dhe dëshirojnë ta dëgjojnë atë. Një dëgjues pasiv nuk dëgjon me një qëllim të caktuar në mendje. Ndryshe ndodh me një dëgjues aktiv. Ai vjen në kish me një bibël, laps dhe një blok shënimesh në dorë, sepse dëshiron të mësoj patjetër diçka. Ai dëgjues vjen me qëllimin për të zbuluar diçka. Ai dëshiron të gjejë diçka. Ai vjen me qëllimin që po të jetë nevoja të marrë një vendim. Njerëz të tillë vijnë për të dëgjuar dhe largohen me diçka që nuk e kishin më parë. Diçka ngulitet në shpirtin e tyre, diçka i sfidon, i ngushëllon, i inkurajon, i ndërton dhe i ngre lart. Ata nuk kanë ndërmend të largohen nga shërbesa e kishës pa marrë atë që Zoti ka për ta. Ky është dëgjuesi aktiv. Nëse zemra ime është e etur për Zotin dhe dëshiroj ta njoh me të vërtetë këtë Zot, të cilit i shërbej, nuk shqetësohem as pak për kohën që kalon. Jam interesuar të mos u mbas asgjë sepse Perëndia me siguri i flet zemrës time. Qëllimi i tij i parë është që ne të kuptojmë të vërtetën. Për të kuptuar të vërtetën, na duhet të jemi dëgjues aktiv dhe jo pasiv. Qëllimi i dytë që besoj se ka në mendje Zoti është që të bëhemi të ngjashëm me të vërtetën. Është tjetër gjë të kuptosh të vërtetën dhe tjetër gjë të bëhesh i ngjashëm me të. Perëndia dëshiron të na modelojë, të na jap formë në mënyrë që ajo e vërtetë të fillojë të punojë në jetën tonë dhe ne të modelohemi sipas së vërtetës së fjalës së Zotit. Ajo e vërtetë do të ketë ndikim në jetën tonë. Ne do të fillojmë të bëhemi si ajo e vërtetë. Nëse duam të jemi të modeluar nga e vërteta, duhet ta njohim atë. Kjo është arsye pse secili nga këta qëllime varet nga qëllimi paraardhës. Në mënyrë që të modelohemi nga e vërteta, ne duhet ta kuptojmë atë.
A e dini se çfarë bën Zoti ndërkohë që ne kalojmë kohë ditë për ditë me fjalën e Tij? Ai e merr fjalën e Tij, e vendos në jetën tonë në mënyrë të tillë që ajo fjalë të na modelojë dhe të na jap formë. Tek Romakët kapitulli 8, vargu 29, Pali thot: sepse ata që ai i ka njohur që më parë, edhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me shëmbëltyrën e birit të Tij, kështu që ai të jetë i paralindur në mes të shumë vëllezërve. Perëndia po thotë se ai ka paracaktuar që ne të jemi të ngjashëm me shembëllesën e birit të Tij. Cili është mjeti i Tij për të arritur këtë qëllim? Ai ka disa mjete për të na dhënë formën sipas shembëllesës së birit të Tij. Një nga mjetet është fjala e Tij. Nuk mjafton që të njohësh disa fakte, statistika biblike apo karakteret çelës të Biblës. Ne duhet të kuptojmë dhe të thithim të vërtetën. Një person mund të njohë të gjitha ngjarjet e Biblës, mund të citojë shkrime, mund të përmend të gjitha karakteret e Biblës, të gjitha ndodhjet e Palit në udhëtimet e tij misionare, por mund të mos di asgjë nga ana shpirtërore për to. Nuk mjafton vetëm ta njohësh të vërtetën. E vërteta duhet të ndikojë tek ne për të na dhënë formë dhe për të na modeluar. Tek Romakët kapitulli 22, vargu i parë dhe 2, thuhet: O vëllezër, po ju bëj thirrje nëpërmjet dëmshurisë së Perëndis, ta paraqisni trupin tuaj si flit të gjallë, të shenjtëruar, të pëlqyer te Perëndia, që është shërbesa juaj e mençur. Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosur i vullneti i Perëndis. Vini re se çfarë po thot ai në vargun e dytë. Ai thot: mos u bëni të ngjashëm, mos u modeloni, mos merrni formën e kësaj bote. Ai thot: mos lejoni të ndodhë kjo gjë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është vullneti i Perëndis, i cili është i mirë, i pëlqyer dhe i përsosur. Çfarë do të thot ai kur thot transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj? Ne kemi marrë të vërtetën nga fjala e Zotit. Ne po e thithim këtë të vërtetë. Të ripërtërish mendjen do të thotë që kjo e vërtet të bëhet pjesë e mendimit tënd dhe e mendimit tim. Do të thotë që unë të filloj të mendoj në një mënyrë të re, të filloj të mendoj sipas mënyrës që është folur e vërteta. Nëse filloj të mendoj ashtu si Zoti dhe ta kuptoj atë çfarë thot ai, atëherë ajo e vërtet do të ndryshojë mendimin tim. Në këtë mënyrë, njeriu ynë i jashtëm, shpreha jone e jashtme e jetës do të ndryshojë. Pasqyrimi ynë i jashtëm do të përputhet me personin e brendshëm. Dhe a e dini se cili është ky person? Ai është Jezus Krishti që jeton brenda nesh. Puna e frymës së shenjtë të Zotit brenda nesh na aftëson të shprehemi jetën e Krishtit jashtë nesh. Kur e kuptojmë të vërtetën dhe e lejojmë Perëndin të na bëjë të ngjashëm me atë të vërtetë, ajo që është brenda nesh fillon të shfaqet më shumë jashtë dhe kjo tregohet nga stili jon ditor i jetës. Për shembull, ne shohim një person që sapo është shpëtuar. Vëmë re se ai person fillon të rritet në Zotin. Ne shohim që ai bëhet gjithnjë më shumë si Krishti në qëndrimin dhe sjelljen e tij. Nuk kalon shumë kohë që i shërben Zotit. Dhe Perëndia e përdor atë në mënyrë të mrekullueshme. Çfarë ka ndodhur me të? Ai filloi si të gjithë ne. Ai ishte një bebe në Krishtin, por në një pikë të caktuar të jetës së tij, ai filloi të ishte një dëgjues aktiv. Ai filloi jo vetëm të dëgjonte dhe të kuptonte, por ta lejonte Zotin që ta përshtaste ecjen e tij sipas fjalës së Zotit. Qëllimi i Zotit për të gjithë ne është të ecim sipas fjalës së tij. Është shumë e lehtë të kuptosh të vërtetën sesa të transformohesh me anë të saj. Pikërisht kjo gjë i ndodhi apostullit Paul. Tek Romakët kapitulli 8, vargu 29 ai thot: sepse ata që ai ka njohur që më parë, edhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me shëmbëltyrën e birit të tij, kështu që ai të jetë i paralindur në mes të shumë vëllezërve. Perëndia na ka paracaktuar të jemi të ngjashëm me birin e tij. Metoda kryesore është thithja e fjalës së Zotit. Ne duhet ta lejojmë fjalën e Zotit të ripërtërijë mendjet tona dhe të ndryshojë mendimin ton. Kur fjala vjen dhe u flet zemrave tona, ne duhet të bëjmë diçka. Duhet të vendosim të bëjmë një nga këto dy gjëra: të rezistojmë sfidës ose ta pranojmë dhe të ecim përpara. Nëse i rezistoj, atëherë do të them: unë nuk e dua atë të vërtetë. Nëse e pranoj, do të them: po, e dua atë të vërtetë. Sepse dua të transformohem me anë të saj. Unë dua të modelohem sipas ngjashmërisë së Krishtit. Kjo do të thotë që e dua Krishtin aq të qartë brenda meje, sa që ai të shihet nga të gjithë ata që më njohin. Pikërisht këtë gjë ka Zoti në mendje për të gjithë ne. Le të shkojmë tek letra e dytë e Timoteut, kapitulli i parë, vargu 5. Kur Pali i shkruan Timoteut, i referohet diçkaje që po ndodh në jetën e tij dhe se si e kaluara kishte ndikuar tek ai. Vini re se çfarë thuhet. Sepse kujtoj besimin e sinqert që është në ty, i cili më parë ishte te gjyshja jote, Loide, dhe te nëna jote Eunike, dhe jam i bindur se është edhe te ti.
Ky është një shembull i mirë i ndikimit të së kaluarës. Gjyshja e Timoteut, Loide, kishte kuptuar të vërtetën. Më pas ajo e lejoi Zotin ta modelonte dhe ta bënte sipas asaj të vërtete. Por më tej çfarë ndodhi? Eunikja, bija e saj, erdhi në jetë dhe pasi se kishte funksionuar ungjilli në jetën e nënës së saj dhe kështu pranoi Krishtin si shpëtimtarin e saj. Zoti që nga ai moment filloi të punojë në jetën e saj. Më vonë erdhi Timoteu dhe çfarë pa ai? Ai pa se si kjo e vërtet kishte modeluar jetën e nënës dhe gjyshës së tij. Pali thot se kjo e vërtet tani ka modeluar edhe jetën e Timoteut. Ky është një shembull i bukur i punës së Zotit në jetën tonë për të ndikuar tek të tjerët. Kur ne e lejojmë fjalën e Zotit të jap formë jetës sonë. Pra, nuk mjafton vetëm kuptimi i së vërtetës. Duhet të ekzistojë edhe një transformim i jetëve tona sipas asaj të vërtete, cila do qoftë ajo. Le të shkojmë tek Jakobi, kapitulli i parë, vargu 23 deri në 25. Sepse nëse dikush është dëgjues i fjalës dhe jo bërës, ai përngjan një njeriu që e shikon fytyrën e tij natyrale në një pasqyrë. Ai e shikon veten dhe pastaj ikën, duke harruar menjëherë si ishte. Ndërsa ai që do të shikoj me vëmendje ligjin e përsosur, i cili është ligji i lirisë, dhe ngulmon në të, duke mos qenë një dëgjues harraq, por një bërës i veprës, ai do të jetë i lumtur në veprimtarinë e vet. Ai thotë se ka dy lloj dëgjuesish: ata që dëgjojnë dhe largohen duke harruar, dhe ata që dëgjojnë me qëllim për ta zbatuar në jetën e tyre. Çfarë po bën Zoti? Ai po i formon, po i modelon sipas ngjashmërisë së Krishtit. Kjo do të thotë që ecja jon fillon të duket më shumë si mesazhi i fjalës. Në pasazhin e mësipërm ai tha që ne duhet të kuptojmë të vërtetën dhe të transformohemi me anë të asaj të vërtete. Qëllimi i tretë është shumë i thjeshtë, por mjaft i rëndësishëm. Qëllimi i tretë është ta transmetojmë atë të vërtetë. Nuk mjafton që vetëm të transformohemi sipas të vërtetës. Mendoni për disa momente për këtë. Nëse Zoti do të ishte i kënaqur vetëm me kuptimin e së vërtetës dhe me njohjen e shumë gjërave të tjera, kjo nuk do ta ndikonte as pak jetën tonë. Ai dëshiron jo vetëm që ne të kuptojmë të vërtetën, por edhe të marrim formën sipas saj. Kjo është një gjë e mirë, por siç e shohim, as kjo nuk është e mjaftueshme. Së pari, ne duhet të kuptojmë të vërtetën. Së dyti, duhet të transformohemi sipas së vërtetës dhe së treti, duhet ta transmetojmë këtë të vërtetë. Nuk mjafton vetëm ta njohësh të vërtetën. Zoti nuk mjaftohet vetëm me ndryshimin e jetëve tona. Perëndia dëshiron të ndryshojë jetët e njerëzve të tjerë përmes nesh. Mendoni pak për këtë. Në fillim duhet të kuptojmë se çfarë është e vërteta. Çfarë do të thotë kjo e vërtetë? Pastaj duhet ta kapim, ta kuptojmë dhe ta zbatojmë atë në zemrën tonë. Së dyti, duke vepruar kështu, jeta jon fillon të bëhet e ngjashme me këtë të vërtetë, duke u modeluar sipas saj. Dhe së treti, ne duhet ta transmetojmë këtë të vërtetë tek të tjerët. Nëse nuk e kuptoj atë të vërtetë, nuk kam për të transformuar sipas saj. Dhe nëse nuk transformohem, atëherë nuk do të jem entuziast për të dhe nuk do të jem i kujdesshëm për ta ndarë me të tjerët. Mendoj se një nga arsyet kryesore pse shumë njerëz nuk janë të zellshëm për të ndarë besimin apo atë çfarë ka bërë Krishti në jetën e tyre, është sepse mendojnë se nuk e kuptojnë aq sa duhet. Kjo është një nga arsyet pse nuk flasim me të tjerët. Por ky është një proces gjithnjë në rritje. Mos prit derisa të kuptosh gjithçka. Mos prit derisa të fillosh të transformohesh. Çfarë duhet të bësh? Ne kuptojmë disa të vërteta dhe lejojmë Zotin të punojë përmes tyre në jetën tonë. Është shumë e rëndësishme që t'i ndajmë dhe t'i komunikojmë ato të vërteta me njerëzit e tjerë, sepse plani i përsosur i Perëndis për ne është të kuptojmë, të transformohemi dhe të transmetojmë. Çfarë u tha Jezusi dishepujve të tij? Ai shpenzoi 3 vite të jetës së tij me ta. Ai derdhi jetën e tij fillimisht tek ata njerëz. Fryma e Shenjtë po vinte që t'u jepte atyre kuptim të vërtetë. Fryma e Shenjtë do të ishte mësuesi i tyre personal. Jezusi tha, tani që e njihnin të vërtetën, ajo do të fillojë të punojë në jetën tuaj. Tek Marku, kapitulli 16, vargu 15. Pastaj ai u tha atyre, dilni në mbar botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese. Mateu, kapitulli 28, vargu 19 dhe 20 thot, shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt, duke i pagzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë. Ai thot, bëni dishepuj nga të gjithë popujt. Bëjini ata mësues. Tek vargu 20 vazhdon, dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Amen. Jezusi thot, unë do të jem me ju çdo hap të rrugës, por komunikimi është gjëja më e rëndësishme. Nuk mjafton vetëm ecja me mua gjatë këtyre 3 vjetëve. Nuk mjafton që më keni dëgjuar dhe keni njohur të vërtetën.
Tek Veprat e Apostujve, kapitulli 1 dhe vargu 8, ai tha: "Unë do të dërgoj frymën e shenjtë dhe kur ai të vi, ju do të merrni fuqi." Ju do të merrni fuqi kur fryma e shenjtë do të vijë mbi ju dhe do të bëheni dëshmitar të mi në Jeruzalem dhe në gjithë Juden, në Samari dhe deri në skajin e dheut. Nuk mjafton vetëm ta njohësh të vërtetën. Nuk mjafton që të modelohesh sipas saj. Kjo e vërtet duhet të transmetohet. Një komunikues entuziast dhe i guximshëm i së vërtetës është një person që kupton dhe që ka një marrëdhënie me Krishtin. Krishti punon në jetën e tij dhe e transformon. Transformimi me anë të fjalës është shumë i rëndësishëm. Unë mund ta njoh të vërtetën, por nëse ajo nuk ka asnjë ndikim në jetën time, nuk do të bëj një punë të mirë për ta transmetuar. Së pari, nëse Zoti nuk ka punuar në jetën time, nuk do të jem i sigurt për të. Nuk do të jem në gjendje të transmetoj atë të vërtetë me guxim dhe besim. Do të hezitoj, do të kem disa rezerva dhe dyshime. Komunikuesi bën një punë shumë të mirë nëse e di që e vërteta ka punuar në jetën e tij apo të saj. Komunikimi ynë nuk duhet të jetë vetëm verbal. Ai duhet të reflektohet nga stili ynë i jetës. Ky nuk është vetëm komunikimi i së vërtetës, por edhe një komunikim i përvojës personale. Nëse i thua dikujt, shiko se çfarë ka ndodhur në jetën time, shiko se çfarë ka thënë Zoti, si e zbatova dhe çfarë ndodhi si rezultat i zbatimit, jeta e personit që po dëgjon do të ndikohet jashtëzakonisht shumë nga fjalët e tua. Ai do të mendojë, nëse kjo ka funksionuar në jetën tënde, ndoshta mund të funksionojë edhe në jetën time. Qëllimi i Zotit është që ne të kuptojmë të vërtetën, të transformohemi me anë të saj në mënyrë që t'ua komunikojmë atë edhe të tjerëve. Mendo pak për pasurinë e të vërtetave që të janë zbuluar. Nëse dikush të merr dhe të vendos në një grup njerëzish që nuk din asgjë për Biblën, ti mund të fillosh me atë çfarë di. Në një periudhë të shkurtër kohe do të fillosh të kuptosh se sa i pasur je në gjërat e Zotit. Sa më shumë që flasim për të, aq më shumë sfidohemi për saj. Sa më shumë përballemi me ata që nuk besojnë, aq më tepër sfidohemi për të kuptuar gjërat e Zotit. Kur përballemi me njerëz që nuk besojnë, na duhet të përgjigjemi pyetjeve, dyshimeve dhe frikave të tyre. Por çfarë ndodh në këtë kohë? Perëndia nëpërmjet shpirtit të tij bën të mundur për ne të ndajmë atë të vërtetë që kemi përjetuar në fjalën e Zotit. Ne mund të japim shumë ilustrime të gjërave që kanë ndodhur në jetët e njerëzve, por ne duhet të kemi të vërtetën e Zotit në zemrat tona. Nëse ajo e vërtetë na transformon dhe na modelon, atëherë kjo gjë do të ndikojë në programin ton. Kjo gjë do të ndikojë në marrëdhëniet tona, në financat dhe gjithçka tjetër në jetë. Qëllimi i Zotit është që kjo e vërtetë e tij të ndikojë tek ne aq fuqishëm sa që të prek çdo aspekt të jetës sonë. Unë dua ta njoh Zotin më mirë. Dua ta zbatoj këtë të vërtetë, sepse dua ta ndaj me dikë tjetër. Por ndarja me dikë tjetër pas zbatim nuk do të ketë shumë ndikim. Tani më lejoni t'ju bëj një pyetje. A e konsideron veten dëgjues aktiv apo pasiv? Nëse shkon në kish pa Bibël, pa bllok shënimesh dhe pa ndonjë qëllim të caktuar, atëherë ndoshta mund të jesh një dëgjues pasiv. A e konsideron veten dëgjues aktiv? Nëse ti je i tillë, atëherë po kërkon patjetër diçka. I ke veshët të hapur për të dëgjuar nga Zoti. Dëshiron që Zoti të bëjë diçka në jetën tënde në mënyrë që kur të dalësh jashtë kishës, ta dish me siguri që Perëndia të ka folur. Zoti mund të thojë diçka fare të vogël, ose mund të thojë shumë gjëra. Ndoshta mund të zbulosh diçka dhe të thuash, e gjithë kjo është për mua. Keni parasysh këtë? Këtu jepet fuqia e Zotit. Perëndia mund të marrë një mesazh të folur nga një person dhe të dërgojë mesazhe të ndryshme tek çdo dëgjues, sepse ne dëgjojmë sipas intelektit ton dhe sipas punës së frymës së shenjtë në jetën tonë. Disa njerëz do të dëgjojnë dhe do të kuptojnë më shumë se njerëzit e tjerë, sepse janë trajnuar për të dëgjuar. Ata kanë më shumë ambient shpirtëror brenda tyre dhe e njohin më shumë të vërtetën. Por le të marrim shembullin e një personi të sapo shpëtuar. Ai nuk e njeh shumë të vërtetën, por është i uritur dhe i etur për të njohur fjalën e Zotit dhe fryma e Zotit është mësuesi i tij. Pak nga pak, hap pas hapi, Zoti do ta pasurojë dhe ai do të rritet në jetën e tij shpirtërore. Dikush mund të thotë, a e di, unë dua vetëm të njoh fjalën, por nëse do vetëm të njohësh, nuk do ta njohësh dot atë. Ti fillon ta kuptosh fjalën e Zotit duke u përfshirë në të, duke kaluar kohë me të dhe duke i besuar frymës së Zotit. Ti fillon ta kuptosh fjalën, ndërsa e lejon Zotit të flasë. E lejon të japë të vërtetën, duke zbatuar atë çfarë tregon ai dhe duke ndarë atë me dikë tjetër. Kjo është mënyra më e shpejtë për të rritur në jetën e krishterë. Nëse doni të rriteni shpejt në jetën e krishterë, ju duhet të kuptoni të vërtetën, të transformoheni sipas saj dhe ta transmetoni atë tek të tjerët. Nëse je serioz në lidhje me rritjen tënde shpirtërore, atëherë duhet të përmbledhësh të trija këto në studimin e fjalës.
kuptojeni të vërtetën, zbatojeni fjalën duke u modeluar sipas saj dhe ndajeni me dikë tjetër, sepse kur ndan diçka me dikë tjetër, ajo bëhet më e qartë në mendjen tënde. Ti bëhesh më i sigurt dhe më i bindur për të kur fillon ta ndash me dikë tjetër. Është mahnitës kthimi i bekimeve kur ndan të vërtetën që Zoti ka ndarë me ty përmes fjalës ose përmes përvojës tënde. Edhe një herë po të pyes, a je një dëgjues pasiv apo aktiv? A dëshiron që vërteta të të jepet vetëm për argëtim apo dëshiron që të transformohesh në ngjashmërinë e Krishtit? A e do atë vetëm që të mburrësh apo sepse je i gëzuar dhe mirënjohës ndaj Zotit për privilegjin e ndarjes së asaj të vërtete me dikë tjetër? Mendoni pak për mënyrën se si është shpëtuar gjithë secili prej nesh. Perëndia ja dha këtë të vërtetë dikujt që u transformua me anë të saj dhe që ja transmetoi dikujt tjetër. Pastaj, ajo e vërtet u transmetua nga ai person tek dikush tjetër dhe nga ai tek një tjetër derisa erdhi tek ne. Ne dëgjuam ungjillin dhe u shpëtuam me anë të hirit të Zotit. Ky është qëllimi i Zotit. Fjala nuk duhet të ndalojë tek ty. E vërteta që mëson ti nuk duhet të ndalojë tek ty. Ajo duhet të kalojë gjithmonë nga ty tek dikush tjetër që kërkon me dëshpërim të njohë të vërtetën. Perëndia është i gatshëm të japë atë të vërtetë nëse je i gatshëm të transformohesh me anë të saj dhe t'ia transmetosh atë dikujt tjetër. Në programin e ditës së sotme, Dr. Stanley na sfidoi të jemi të sinqertë, sa herë që vlerësojmë përgjigjen tonë ndaj zërit të Zotit, apo i zbatojmë me besnikëri të vërtetat që na ka thënë Zoti? Pasi kuptojmë të vërtetën, a i bëjmë jetët tona të ngjashme me të? Dhe a u transmetojmë atë të vërtetë të tjerëve? Cila do qoftë situata jote, Perëndia e ka lejuar atë edhe do ta përdor për të tërhequr vëmendjen tënde, për të ridrejtuar fokusin tënd edhe për t'i dhënë drejtim jetës tënde. Ndërkohë që përballemi me vështirësitë dhe vuajtjet, lutuni me fjalë të Psalmit 31:1-5. Gjeta stretë ti o Zot, bëj që unë të mos ngatërrohem kurrë. Çlirom për drejtsinë tënde. Ma vër veshin, nxitom të më çlirosh. Bëu për mua një kështjell e fortë dhe një vend i fortifikuar që të më shpëtosh, sepse ti je kështjella ime edhe kalaja ime. Për hir të emrit tënd, më udhëhiq dhe tregom udhën. Nxirrem jashtë rrjetës që më ka ngritur fshehurazi, sepse ti je kështjella ime. Në duart e tua unë besoj frymën time. Ti më shpengove o Zot, Perëndi së vërtetës. Këtu të dashur miq kanë përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valetëungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.